Operacioni Ura SPAK del me njoftimi zyrtar 52, urdhër areste ekzekutohen 42, trafik droge me vlerë 7 milion euro. SPAK ka organizuar zyrtarisht SPAK ka reaguar zyrtarisht për operacionin Ura që u zhvillua në bashkëpunim mes autoriteteve shqiptare dhe italiane, duke goditur kështu një nga grupet më të fuqishme kriminale me bazë në Durrës që operonin në trafikun ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit parave. SPAK bën me dije se ka caktuar 52 masa sigurie, ndërsa janë ekzekutuar 42 prej tyre. Operacioni rezultoi në 52 masa sigurimi personale, përkatësisht 29 masa sigurimit vendosura nga gjykata e posaçme për anëtarë të grupeve kriminale që vepronin në Shqipëri, një urdhër ndalimi lëshuar nga prokuroria e posaçme, 22 masa sigurimi të vendosura nga gjykata e Barit në Itali. Në total janë proceduar 40 shtetas shqiptar dhe 12 shtetas italian të përfshirë në 3 grupe të organizuara kriminale, njëra me bazë në Durrës dhe 2 të tjera në rajonin e Puljes, Itali. Gjatë hetimeve të zhvilluar në periudhën 2020-2025 janë dokumentuar 40 episode të trafikimit të lëndëve narkotike, përfshirë edhe sekuestrimin e sasive të konsiderueshme të heroinës dhe kokainës në Shqipëri, Itali dhe vendet tjera të Europës. Një nga episodet përfshinte transportin e 255 kg heroin dhe kokain në Bari përmes korrierëve ndërkombëtar. Njoftimi plot i SPAK. Në kuadër të një hetimi të përbashkët ndërkombëtar, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe Prokuroria e Republikës pranë gjykatës së Barit DDA me mbështetjen e Eurojust dhe përmes ngritjes së një strukture të përbashkët hetimore ekzekutuan në 21 maj 2025 një operacion të gjerë kundër trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike dhe pastrimit produkteve të veprave kriminale. Operacioni rezultoi në 52 masa sigurimi personale, përkatësisht 29 masa sigurimit vendosura nga gjykata e posaçme për anëtarë të grupeve kriminale që vepronin në Shqipëri, një urdhër ndalimi lëshuar nga prokuroria e posaçme, 22 masa sigurimit vendosura nga gjykata e Barit në Itali. Në total janë proceduar 40 shtetas shqiptar dhe 12 shtetas italian përfshirë në 3 grupe të organizuara kriminale, njëra me bazë në Durrës dhe 2 të tjera në rajonin e Puljas, Itali. Gjatë hetimeve të zhvilluar në periudhën 2020-2025 janë dokumentuar 40 episode të trafikimit të lëndëve narkotike, përfshirë edhe sekuestrimin e sasive të konsiderueshme heroine dhe kokaine në Shqipëri, Itali dhe vende të tjera të Europës. Një nga episodet përfshinte transportin e 255 kg heroin dhe kokainë në Bari përmes korrierëve ndërkombëtar. Sekuestrimet e pasurive janë kryer paralelisht në 2 vendet dhe përfshin në Shqipëri 2 kompani ndërtimi, 4 shoqëri tregtare dhe restorante, një agjenci pasurish të paluajtshme, një televizion kablor, automjete luksoze, para kesh e të tjerë. Më parë, gjatë hetimeve janë sekuestruar 3 milion euro kesh. Në Itali, 9 apartamente, 4 kompani, 7 llogari bankare, 3 automjete të sekuestruar në kuadër të masës së sekuestros preventive. Hetimet u bazuan në metodat avancuara hetimore si përgjime telefonike dhe ambientale, regjistrime video, vëzhgime dhe kontrole, analizat të komunikimeve të koduara, dëshmi të 3 bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Autoritetet evidentuan se pagesat për lëndët narkotike kryeshin nga Italia drejt Shqipërisë përmes shoferëve të linjave ndërkombëtare të autobusëve, ndërsa vlera totale e transaksioneve të drogave të dokumentuara arrin në 4.5 milion euro. Gjithashtu është dokumentuar dhe transferimi i mbi $500.000 nga Shqipëria drejt Amerikës Latine si parapagim për një sasi prej 500 kg kokainë që nisej nga Guayaquil, Ekuador. Procedurat aktualisht ndodhen në fazën e hetimit paraprak dhe autoritetet ligjzbatuese në të 2 vendet po vijojnë punën për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në aktivitetin kriminal dhe korruptiv.